Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjësa Krejpit të bëjmë një mesazh për ju. Mesazhi ju është mbreti I kupës. Të dashur Akrejpër, është një mësim që ke bërë deri tani, të them ti ke mësuar të ndjesh thellë pa u përmbytur nga ndjenjat. Tani është koha të mbetesh I qetë edhe kur të tjerët lëkundën. Je duke hyrë në një fazë ku nuk je më thjesht I ndjeshëm emocional, por I qëndrueshëm apo e qëndrueshme. Kërkoj ndjes. Dijeni që forca juaj të dashur Akrejpër është më e madhe tani. Të ndjesh gjithçka, por të zgjedhësh me vetdije si reagon. Të mundohemi të dashur Akrejpër të reagojmë me maturi jo me nxitim, edhe në situata që na trondisin. Jep mbështetje atyre që janë vërtet të trazuar emocionalisht. Ti je në gjendje të udhëzosh me mençuri të madhe. Këtë mos e harroni. Keni aq fuqi. Kujtoje që kontrolli emocional nuk është shtypje, por drejtimi I qëllimshëm dhe I ndjeshmërisë. Të dashur Akrejpër, zemra jote ka qenë fushë lufte, por tani jeni në front. Ti nuk je më thjesht I apo e ndihshme. Jeni të pjekur, të maturuar, mbretëron mbi ndjenjat e tua, pa I mohuar, po pa I rëbruar ato. Pra, çdo gjë me qetësi, të dashur Akrejpër, nga që jeni ulur në këtë front dhe nuk ju ka hijet e kundërta.